Pas ditën e së premtes, fshati Polen në Korçë u kthye në qendrën e festës, traditës dhe kulinarisë së juglindjes shqiptare. Banorë të zonës të lindur në Polen, por të larguar ndër vite, si edhe vizitorë nga Korça dhe fshatrat përreth, u bën bashkë në festën e Lakrorit, një aktivitet që tashmë është kthyer në traditë të përvitshme. Në një atmosferë festive, mes muzikës, këngëve dhe vallëve, në qendër të vëmendjes ishte Lakrori i përgatitur sipas mënyrës tradicionale dhe i pjekur në saç, një gatim që për banorët e zonës nuk është thjesht një ushqim, por pjesë e trashëgimisë dhe identitetit të tyre. Përgatitja e Lakrorit vijon të ruajë dhe ndarjen tradicionale të roleve, ku gratë merren me përgatitjen e tij, ndërsa burrat kujdesen për pjekjen. Një prej burrave që prej vitesh merret me pjekjen e lakrorëve, tregon se kjo është një traditë që përcillet edhe brenda familjeve. Festa e Lakrorit, kështu bëhet gjithmonë, këtu e ka patë traditë, fshati Polen, prekulli, gratë gatuajmë, burrat pjekin. Shtu funksionon dhe në familje? Kështu, burre grua mi qesua. Pjekin për shumë vite shqit. Lakrorët e përgatitur në Polen kërkojnë jo vetëm përbërësit tradicional, por edhe mjeshtërinë e duhur në hapjen e petëve dhe sidomos në pjekje. Për ata që e kanë mësuar këtë gatim nga nënat dhe gjyshet, sekreti i një lakrori të mirë lidhet me disa detaje që nuk shkruhen në receta. Një prej grave të rritura në Polen rrëfen se traditën e lakrorit e ka mësuar që në fëmijëri nga nëna e saj. Ajo thot se edhe pse vitet e kanë larguar nga fshati, lidhja me traditat e vendlindjes vijon të jetë e fortë. Është një festë tradicionale në fshatin tonë, se unë jam bajs nga Polen. Pavarësisht se jemi të larguara nga fshati, po ato traditat i ruajmë akoma dhe kënaqemi kur vime. Na bëhet zemra mal drejt me thënë. Duke qenë një vajzë Polene, juve dini ta përgatisni lakrorin sa. Patjetër, special. E keni mësuar që e vogël? Po, patjetër. Ne ishim 5 fëmijë, ishim 3 vajza, 2 djem dhe mamin e mësonte shumë. E kishim shumë një koqire. Për të, përgatitja e lakrorit është një traditë që ka kaluar nga një brez tek tjetri, ndërsa një nga elementët më të rëndësishëm është pikërisht pjekja. Koha dhe mënyra se si vendoset lakrori në saç, sipas saj, përcaktojnë dhe shijen përfundimtare. Ka një sekret që e bën kaq të njohur dhe kaq të shishur? Ne pjekura. Duhet që të rinë punë. Atje ka sekretin, asgjë puni tjetër. Sekreti mbet me aty dhe gjella brenda normale të jetë një çike plotë, mos jetë që mos të ngjitet pejta me pejtën, më kupton. Duhet të ketë pak gjellë brenda dhe rimi butë dhe në pjekje normale. Diskutohet, sekreti është në pjekje. Jam shumë e kënaqur dhe jam krenare që jam nga Polen. Festa e lakrorit në Polen nuk lidhet vetëm me traditën e këtij fshati. Lakrori me 2 petë është një gatim karakteristik i juglindjes shqiptare dhe përgatitet në disa zona të Korçës dhe Kolonjës. Në vite, festa të tilla janë organizuar edhe në qytetin e Korçës, ndërsa tashmë Polena është kthyer në një prej pikave ku kjo traditë kulinare promovohet përmes një aktiviteti të përbashkët. Një prej pjesëmarrësve në festë tregon se tradita e lakrorit është e përhapur në shumë fshatra të juglindjes dhe se aktiviteti në Polen është një mundësi për të promovuar gatimet tradicionale të zonës. Festa e Lakrorit si quhet, ka që organizohet në rajonin e Korçës në disa fshatra, në Dardhë, në Polen, si që jemi këtu, në zonë e Vithkuqit, në shumë fshatra të Kolonjës. Vitet të tërë organizohet dhe brenda një qytet në Korçë. Tash u transferua këtu në Polen. Por për te i gatimit, ajo që e bën festën të veçantë është atmosfera që krijohet mes njerëzve. Në Polen aktiviteti u shoqërua me muzikë, këngë dhe valle, duke bërë bashkë banor dhe vizitor. Dhe në Polen kalohet mirë, siç e shikoni, dhe një atmosferë mirë. Grumbullojnë dhe njerëz, vinë edhe nga zona ndryshme, edhe turistë vinë me shumicë, nga Korça, nga fshatar rrotull. Është një festë popullore, tradicionale. Shijojnë këto kulinari në gatimet e zonës, besoj se është festë e këndshme. Lakrori nuk e njohin dhe nuk e gatuajnë vetëm banorët e Polenës. Tradita është përhapur në të gjithë juglindjen dhe është ruajtur edhe nga familje që jetojnë jashtë fshatrave. Një prej pjesëmarrësve në festë, edhe pse nuk është në Polen, tregon se këtë gatim e njeh dhe dit ta përgatis. Ju vetë shihoni lakrorin në saç? Po patjetër, unë dhe dit ta gatuaj. Unë jam nga Kolonja. Më saktë nga zona Leskovikut, por tradite është kudo. Lakrori, përgjithsisht lakrori me 2 petë, është tradite juglindjes shqiptare, jo vetë Polenës. Për shumë prej atyre që marrin pjesë çdo vit,
Festa e lakrorit është kthyer tashmë në një takim të përvitshëm. Ata rikthehen në Polen jo vetëm për të shijuar lakrorin e pjekur në Saç, por edhe për të takuar miqt, për të kënduar e kërcyer dhe për të kaluar një pasdite ndryshe. Një prej grave që merr pjesë çdo vit në aktivitet, thotë se festa ka marrë një rëndësi të veçantë, pikërisht për atmosferën dhe bashkimin e njerëzve. Ne vim çdo vit, unë jam nga Korça, vim çdo vit këtu edhe festojmë. Nuk është punë vetëm e lakrorit, ka koncert, kërcejmë, këndojmë, takojmë me shoqëri, ja këto. Në këtë festë, lakrori i pjekur në Saç mbetet padyshim protagonisti. Mënyra tradicionale e pjekjes i jep një shije të veçantë, që sipas pjesëmarrësve është e vështirë të përsëritet në kushtet e shtëpisë. Është lakrori shumë i mirë me Saç, gjë veçantë që nuk e bën në shtëpi, por më e rëndësishme është takojmë me shoqërinë, kërcejmë, këndojmë. Përveç recetës tradicionale, në tavolinat e festës kishte edhe lakror me mbushje të ndryshme. Kungulli, qepa dhe domatja janë disa prej përbërësve të përdorur nga pjesëmarrësit, ndërsa secili ka mënyrën dhe shijen e tij të preferuar. Një prej grave që kishte ardhur nga Korça tregoi se kishte zgjedhur pikërisht lakrorin me kungull, qepë dhe domate, dhe se edhe pse ishte hera e parë që merrte pjesë në këtë aktivitet, lakrori është një ushqim që konsumohet gjerësisht gjatë gjithë vitit. Me kungull edhe me qep me domate, po më shumë për shoqen time. Është një festë që ju vini vazhdimisht për ta shijuar? Jo, është e parë. Ju nga vini? Nga Korça. Por i konsumohet shumë, sidomos me Saç. Festa e lakrorit në Polen solli kështu bashkë jo vetëm gatimin tradicional, por edhe historinë e njerëzve që e kanë trashëguar këtë recetë ndërbreza. Përmes një gatimi të thjeshtë, por të lidhur fort me identitetin e zonës, banorët dhe vizitorët të rikthejnë në vëmendje një pjesë të traditës së kuzhinës së juglindjes, nga përgatitja e petëve, te pjekja në Saç, e deri tek tryeza ku lakrori ndahet me familjarë e miq. Festa mbetet një mënyrë për të ruajtur traditën dhe për ta përcjellë atë tek brezat e rinj. Dhe në Polen, duke se kjo traditë nuk është thjesht një kujtim i së shkuarës, ajo vazhdon të gatuhet, të piqet, të shijohet dhe mbi të gjitha të bashkojë njerëzit çdo vit.